Ju thatë se Shtetet e Bashkuara dhe me të drejtë dhe vetë Donald Trump nuk mendon çdo ditë për Shqipërinë apo për liderët ballkanik, të cilët kanë një peshë shumë të vogël në arenën ndërkombëtare apo qoftë edhe rajonale. Por nga ana tjetër, Edi Rama ka një dosje siç është ajo e Charles McGonigal, ku dyshohet se ka korruptuar ish agentin e FBI-s. Në këtë rast, a ka një shqetësim nga ana e administratës së Donald Trump kundrejt kësaj dosje, apo Edi Rama po përpiqet që ta mbyll çfarëdo lloj problemi që mund të ketë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shiko, e kemi diskutuar këtë pjesë, pra unë nuk do të ndalem gjatë këtu. Ato dosje nuk mbyllen thjesht sepse ka rënë heshtja mbi to. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mësuar që të bashkëpunojnë me njerëz që kanë bërë gjëra edhe më të rënda se sa aq. Le të mos harrojmë që Gaddafi u prit në Washington 6 muaj përpara se të vinte fundi. Le të mos harrojmë që Sali Berisha është shpallur në ngrata jo tani në 2021, është shpallur në ngrata në 1997-ën. Atëherë ka filluar dosja e tij, ka qenë nën grata, ka qenë anti-amerikan, i shënuar në libra dhe është pranuar për arsye praktike, për arsye të interesave të ngushta të momentit, të cilat shteti amerikan mundet t'i përballojë. Kjo nuk ka lidhje aq fort me ne, apo nuk ka lidhje shumë me mënyrën se si i qaset zoti Rama marrëdhënies me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është marrëdhënia që kanë të gjithë udhëheqësit e Parisë të Tiranës, një Pari e korruptuar, një Pari maskaresh, e cila mendon thjesht për të mbajtur pushtetin. Tani, thënë kjo, do t'i përgjigjem në një mënyrë tjetër pyetjes tuaj. Dosja McGonigal dhe gjithë dosjet e gjithë politikanëve shqiptarë në Washington e kudo tjetër sot. Dosjet ekzistojnë edhe në shtetet tjera, në shtetet evropiane. Zoti Rama ka ca dosje të rënda edhe në Evropë për cilat nuk flet askush. Por po ashtu edhe zoti Berisha e të tjerë. Por problemi nuk është a ka dosje McGonigal e cila do ta rrëzojë Ramën. Problemi nuk është që a do të vinë amerikanët në Shqipëri dhe t'ia japin Partisë Demokratike sepse Trumpi e do Sali Berishën dhe po ngordh për Partinë Demokratike. Vetëm dikush i cili është i propaganduar nga fillimi deri në fund mund të mendojë kështu. Çdo kush tjetër me mend në kokë duhet mendojë që çfarë përfaqësojnë këta për mua si shqiptar, ose çfarë përfaqësojnë këta për Amerikën. Për të dyja palët këta përfaqësojnë hajna. Të gjithë e dinë që këta janë hajna. Dhe me hajnat mund të bëhet ndonjë marrëveshje, mund edhe të shpëtojë për ca kohë. Siç e thash, Gaddafi u prit në Washington me një grup prej 200 bodyguardesh femra me një çadër në një nga parqet e Washingtonit. Pra, me të gjithë ekscentrizmin e tij u prit, sepse ashtu ishin interesat. Mund të pritet edhe ndonjëri nga këta shqiptarët, mos u habisni. Nesër pas nesër u prit Samir Tahiri në Shtëpinë e Bardhë, mos harroni. Mendoni ju se nuk e dinin ata që me çfarë po merren në malësitë e Vlorës Samir Tahiri dhe njerëzit e tij? Sigurisht që e dinin. Ishte një urdhër që vinte nga kryeministri, kanabizimi i Shqipërisë. Të gjithë e dinë. Por u prit sepse ashtu ishin interesat e momentit. Mundet që të jenë interesat e momentit që të pritet sërish njëri prej tyre, apo mund të jenë interesat e momentit që të rrëzohet ndonjëri prej tyre, që të rrëzohen të gjithë ta bashkë. Ajo që duhet na interesojë ne shqiptarëve është cila është më e mira për ne. Çfarë duhet bëj unë për vendin tim? Jo çfarë do të bëjnë amerikanët për mua. Amerikanët kanë punën e tyre, do të vazhdojnë interesat e tyre dhe nuk e kanë fort për zemër një popull që rri pasiv dhe nuk merr në dorë fatet e vet. Amerikanët janë popull aktiv që kanë bërë disa revolucione, janë popull që kanë të drejtë në mbajtjes së armëve, janë popull që ngrehet, janë popull që nuk i pranon zakonisht çizmet dhe zgjedhjen e dikujt i cili ja imponon. Nëse shqiptarët do të duan që të kenë vërtet respekt në komunitetin ndërkombëtar, duhet të tregojnë që janë të aftë që të kuptojnë interesin e tyre, të veprojnë për interesin e tyre dhe të sakrifikojnë për popullin e vet. Pra, është një peshë që na mbetet ne shqiptarëve, nuk mund ta presim nga jashtë. Ideja se Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se mund të shpëtojnë Shqipërinë ka ardhur pra nga këta lloj liderësh të korruptuar, ka ardhur si pasojë po themi të mos pasjes së një reagimi të gjerë popullor kundrejt asaj çfarë ndodh nga ana e qeverisë së kryeministit Edi Rama dhe mosbesimit kundrejt opozitës.
Dhe në këtë rast a ka një dorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që, siç e kemi përmendur deri diku më parë, që përmes SPAK-ut të godas liderët e korruptuar, kryesisht ata që janë qeveri aktualisht, duke qenë se ka disa dosje të cilat kanë cënuar edhe interesat e aleatëve në këtë rast? Shiko, do ta pranoja vetëm pjesërisht premisën që dheti. Pra, për sa i përket asaj që çfarë ka ndodhur, pse nuk ngrehen shqiptarët, pse nuk ngrihen shqiptarët, është një diskutim disi më i gjatë dhe më i koklavitur. Mund të bëhet një argument i kundërt me tëndin që thuhet që shqiptarët nuk ngrihen sepse nuk shohin asnjë dritë në fund të tunelit. Dhe ende paria i mban me gënjeshtra, me propagandë, ende i mban me parat e vjedhura. Pra njerëzit kanë ende mjaftueshëm para në dyshek për të ndjerë mirë, për të bërë udhëtime jashtë shtetit, për të shkuar në masazhe, e për të nxjerrë të dashurën në restorant brenda apo jashtë Shqipërisë, e të tjera. Por kjo është një lloj qasje shumë drejtshkurtër në gjykimin tim, dhe do duhej që njerëzit, ata që vërtet e duan Shqipërinë, ta mendojnë thellë këtë punë, ta mendojnë pak më gjatë, sepse kemi ardhur në konturet e një lufte tretë botërore, nga e cila nuk do të dalim dot kollaj nëse do të vazhdojmë në këtë rrugë. Tani për t'ju rikthyer asaj që thatë ju, që cili është roli i Shteteve Bashkuara të Amerikës. E kemi thënë sigurisht këtu që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një objektiv të qartë, që është ajo që është shpërbërja, mund ta themi shqip, e rrjeteve ndërkombëtare, e sindikatës ndërkombëtare të krimit që kontrollon shtetin shqiptar. Kjo është e qartë. Mirë po, ajo që unë duhet të evidentoj sot, ose jam përpjekur edhe në herë të tjera, është që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë interesat e tyre. Pra në qoftë se për interesat e tyre duhet të toleruar deri një farmase ky pocaqillëku që mbizotron në Tiranë, pocaqillëku i kumargjive me fatet e kombit vet, nuk e kanë aq problem për ta lënë në fuqi, për ta duruar këtë. Pse? Sepse Shteti Amerikan ka për detyrë të ndjekë interesat e Amerikës. Sigurisht që na don ne shqiptarëve të mirën, po kur ne nuk e duam veten aq fort, nuk ka pse na duan ata më shumë se sa duam ne veten. Këtë dua të evidentoj sot. Pra, të mos presim që me anë të SPAK-ut Amerika do eliminoj parinë dhe pastaj do dalë vetiu me frym peshku, një grup i ri i cili do sillet mirë pastaj. Nuk funksionon ashtu. Paria ka zënë të gjitha shtigjet. Paria kontrollon jo vetëm shtigjet aktuale, po paria është duke nxjerrë edhe të rinjt. Një pjesë e mirë atyre që dalin dhe protestojnë sot kundër qeverisë janë njerëz me lidhje të shumë fishta të Parisë. Pra paria ka lënë tokë të djegur në Tiranë për arsye sepse e din që në moment që del një alternativë reale, paria ka humbur lojën. Ndaj dhe ata nuk lejojnë të dalë një alternativë reale. E mbushin sistemin, e mbushin hapësirën me vegla të kontrolluara dhe të kontrollueshme. Për sa kohë që dikush është i kontrolluar dhe i kontrollueshëm, për sa kohë që dikush është i bleshëm, për sa kohë që dikush ka marrë një cop nga buka e helmatisur e paria është në rregull, sepse mund ta kontrollojë dhe mund t'ia nxjerrë nesër pas nesër, siç doli me nga këto partitë e reja që pastaj filluan të kacafyten me njëri tjetrin, e bën një lesheli, i cili i shërbeu jashtëzakonisht shumë Paris, sepse tani paria mund të thotë, po ja thot, ja dhe këta të rit që deshët ju. Qa bën këta? Iq njësoj si ne bën, kështu që na besoni ne, se ne jemi ata që do ju kemi çuar përpara, ne do t'ju çojmë përpara. Pra, alternativa që na le paria është hajnia ose ikja. Kjo duhet të thyer. Pikërisht, dhe ky është mjedisi politik ku ndeshen qoftë të rinjt, qoftë dhe politikanët që ndoshta në vetdijen e tyre do duan të bëjnë diçka ndryshe, pra ato që mund numërohen me kokra ose lëvizje të reja. Dhe në këtë rast kur i gjithë vendi pra është kapur për gryke nga kjo lloj kaste politike, nga kjo lloj parie, a nuk e shikoni sistemin e drejtësisë si rrugën e vetme të zgjidhjes së vetë Shqipërisë për të shkuar përpara, sepse në optikën time Shqipëria i ngjan Italisë së viteve 80 dhe vetëm drejtësia në atë vend ishte ajo që bëri punë. Apo në këtë rast
shteti nuk po lufton mafjen dhe është vetë mafja? Unë nuk mendoj ashtu, unë mendoj që rreth parë krahasimi me Italinë e viteve 80 nuk qëndron për shumë arsye. Do na duhet një emision i plot për të folur për historinë politike të Italisë dhe për analizuar se pse Italia e viteve 80 nuk është Shqipëria e sotme. Unë do thoya që Shqipëria e sotme i përngjan shumë Shqipërisë së viteve 1913. Me klane dhe grupe të cilat e shohin shtetin si lop për ta mjel, ndërkohë që përreth tyre po digjet gjithçka. Për ta thënë me një shprehje thelbësisht shqiptare, është një gjë që i atribuohet katundarit shqiptar, po nuk është fort e vërtetë, sepse ata që janë pjesëtar të Paris Tiranës e mbajnë veten për qytetar të mëdhenj, kështu që ja lënë në derë katundarëve të shkret këtë punë, po kjo është një mendësi e përgjithshme. Kjo mendësi quhet zjarri larg menderes time. Kur zjarri është një qytet tjetër jashtë qytetit tim. Kur zjarri vjen qytet, është thot larg shtëpisë time. Kur i vjen te komshiu ose te gardhi i vet, thot të paktën unë jam gjallë. Le të digjet gjithçka tjetër, sepse i marr qypat me Floridë e dal prej këtu. Pra, kjo është mendësia që e përshkon parinë e Tiranës dhe kjo është mendësia që mbjell paria e Tiranës. Sot kjo është normalja, thot paria e Tiranës. Kështu duhet sillemi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për kombin, nuk kemi pse të shqetësohemi për të ardhmen. Kështu sillen të gjithë, jetoni, vidhni, hani, pini, bëni edhe ndonjë gjë tjetër mbi atë, sepse jeta një është dhe do t'ju ikë jeta dhe kuptimi i jetës është dëfrimi. Kuptimi i jetës është që të ndjesh mirë, që të jesh pasanik, që të marrësh para e të tjerë. Kjo lloj mënyre e të konceptuarit të shtetbërjes, kjo lloj mënyre e konceptuarit të krijimit të marrëdhënieve midis popullit dhe shtetit, ka çuar në atë që shteti tani më është armiku. Duke e parë shtetin si armik, nuk e njeh si tëndin dhe kombi shpërbëhet në këtë lloj mënyre. Pra kjo është një rrugë që ata e dinë, e njohin, nuk janë budallë paria e Tiranës, janë njerëz jashtëzakonisht shumë të ditur dhe shumë të zgjuar dhe njerëz të cilët e dinë fare mirë se ç'po bëjnë, marrin çanta parash nga shumë vende të ndryshme armike të Shqipërisë, marrin pagesat, përsa kohë që ata janë të paguar çdo gjë, janë të gatshëm të bëjnë çdo gjë. Pra, ky është problemi i shqiptarëve, nuk është që do të na vi Amerika me drejtësinë, do heqi këtë grup dhe do të vi një grup tjetër, sepse në fundit politika e një shteti përfaqëson njerëzit. Nuk është që do të gjejmë ne njerëz në Kinë, në Taiwan apo në Bangladesh. Pavarësisht se paria tani më ka filluar që të thotë që në Bangladesh dhe në Filipina si kemi njerëzit e mirë se vinë skllëvrit e ri. Shqipërinë duhet ta bëjnë shqiptarët, këta shqiptarë që jemi, me të mirat dhe me të këqijat tona, me vetit dhe me defektet që kemi, dhe këta janë njerëzit, dhe grupet e fuqisë këta janë, pra ne duhet të riorganizohemi brenda për brenda vetvetes, por duhet gjejmë forcën që brenda për brenda vetvetes të dënojmë hajnat që na kanë vjedhur dhe pasurinë kombëtare dhe të mos lejojmë të krijojmë një sistem i cili i shtrëngon njerëzit ndaj të vjedhurit të pasurisë publike. Nuk ka sistem që do të jetë perfekt. Sistemi i ri që do të vi, do të ketë dhe aty vjedhës, do të ketë dhe aty njerëz që do të përpiqen të bëjnë të njëjtat maskarallëqe që bën paria e Tiranës sot. Ama sistemi duhet me qenë i drejtuar që në momentin që kapet një person i tillë, çmimi të jetë jashtëzakonisht i madh. Çmimi të jetë i jashtëzakonshëm. Dhe kjo është një mënyrë siç e kanë bërë shtetet si Singapori e të tjerë, të cilët kanë vendosur dënime maksimale, të cilët kanë vendosur profesionistë në krye të shtetit, të cilët kanë vendosur rregulla të forta, dhe shqiptarët nuk janë popull që nuk i njeh rregullat. Në fakt, në Perëndim jetojnë më shumë shqiptarë se sa në Shqipëri dhe janë shumë herë më të bindur ndaj ligjeve të vendeve përkatëse se sa janë shqiptarët në shtetin shqiptar. Kush e ka fajin për këtë? E ka fajin paria, që ka ndërtuar një shtet korruptiv, hajnor, i cili i ka futur kthjetrat në fyt popullit shqiptar dhe nuk është në shërbim popullit shqiptar.